Zëvendës kryeministri dhe njëherë që edhe njëri ndër krerët e Vlenit, Izet Mexhiti, parambledhjes të koalicionit të Vlen, theksoi se Arben Fetaj do të mbetet zëvendës kryeministër për qeverisje të mirë, ndërkaq nga koalicioni Vlen, për postën e ministrit të shëndetësisë, ai njoftoi se do të propozohet Azir Aliu. Në kryesi të Vlenit është miratuar që Arben Fetaj të mbetet zëvendës kryeministër për qeverisje të mirë, ndërsa zoti Azir Aliu të propozohet nga Vleni për ministër të shëndetësisë, ndërsa për pozita tjera do vendoset në ditëve në vijim në kuadër të Vlenit për ta kompletuar hisën që i takon shqiptarëve në qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Edhe pas daljes së ASH-s të taravarët nga koalicioni Vlen dhe nga qeveria, krej grupi që kanë vendosur të mbeten në ekzekutiv nga kjo parti, Arben Fetaj, tha se hisja e ASH-s brenda koalicionit të Vlen nuk do të ndryshoj, ndërsa shtoi se ditëve në vijim presin edhe lëvizje tjera që do t'ju bashkon këtij grupi. Hisja qeverisë e koalicionit Vlen në kuadër të koalicionit, qeverisës do ngjelet e paprekur. Aty mund të ketë rokada për brenda Vlenit, do ketë ndoshta nevojë të akomodohet ndonjë deputet nga bloku, nga Fronti Evropian. Këto çështje mbeten për të diskutuar, por në vija trasha hisja e Vlenit nuk ndryshon. Hisja e aleancës për brenda koalicionit Vlen ngjelet ajo që ishte. Ndërkaq, sa i përket lëvizjeve tjera të deputetëve dhe bashkangjitjes së tyre koalicionit të Vlen dhe koalicionit të qeveritar, zëvendës kryeministri Mexhiti deklaroi se këto lëvizje do të vazhdojnë sepse sipas tij në këtë koalicion është qëndrimi konsistent për ta sjellë ndryshimin e premtuar.